Në nderim të 81 vjetorit të çlirimit të vendit nga pushtimi nazifashist, në Pogradec u zhvilluan homazhe pranë varezave të dëshmorëve, ku përkujtua sakrifica atyre që dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e atdheut. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve lokale, veteran, familjar të dëshmorëve dhe qytetar, të cilët vendosën kurora me lule në shenjë nderimi dhe mirënjohjeje. Do të jetë një datë reflektimi, një datë ku gjithsecili do të shpalos dhe të transmetoj mesazhin e trimërisë dhe të sakrificës të këtyre bijve tanë. Pikërisht tek fëmijët tanë, tek niprit dhe mbesat, të japin trashëgimin lavdin e tyre, të japin trashëgimi dashurinë për Shqipërinë, dashurinë për atdheu. Si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, si përfaqësues i Partisë Socialiste, ne do të vazhdojmë të jemi pranë organizatës së dëshmorëve, Komitetit të Veteranëve për të mbrojtur festat tona kombëtare, 28 dhe 29 nëntori. Gëzuar çdo vit këto festa dhe të paruar qofshin të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e atdheut. Në emër të Komitetit të Veteranëve dhe Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Shqipërisë, të përshëndes në një vend si Pogradeci, vendi dhe simboli i heroizmit dhe i gjakut të derdhur për lirinë e Shqipërisë. Në këtë jubilet 81 vjetor të çlirimit të atdheut, kemi detyrim sa moral, aq edhe shoqëror për të kujtuar me mirënjohje e nderim pa kufishme të rënë në të gjitha kohrat që ju përkushtuan në shekull çështjes për liri, pavarësi dhe zhvillim shoqëror. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë solemne dhe emocionale, duke theksuar rëndësinë e kësaj date si një moment reflektimi mbi historinë dhe vlerat kombëtare, e duke nënvizuar se sakrifica e dëshmorëve është themeli i lirisë dhe identitetit tonë.